Basanaz, po më intereson një diçka shkurtimisht. Tani më në Haag gjenden edhe krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish presidenti i Republikës të Kosovës Hashim Thaçi, zotëri Kadri Veseli, kryeparlamentari, Baca Jakub, Recep Selimi, Cale të tjerë. Në fakt, kush po akuzohet në Haag për publikun, se këtu shpeshherë të ne në për studio televizive po thonë që atje ata po akuzohen edhe për vrasje politike pas luftës. Apo akuzohen, dhe me thonë, si organizate përbashkët apo ndërmarrje përbashkët kriminale, apo për vrasit e pas luftës? Shiqo, Sadri, edhe për opinionin tonë, rreth luftës lirimtare dhe njerëzve që kanë ardhur në Haag edhe kur ishte fjala Fatmendimaj, edhe Ramush Haradinaj, po edhe tash fundi, të më shumë sinqerisht që opinioni jonë në Kosovë, po thëmë për fatin shumë të keq, ka edhe njerëz tabore që Kosovës, edhe përkundër asaj që e kemi lirinë dhe pavarësinë tonë, nuk i kanë kushtuar hapësirë të mjaftueshme dhe nuk kanë dalë shpeshherë edhe me mendime kontroverse rreth njerëzve që kemi këtu në Haag. Po, në kthejmë rreth pyetjes tuaj, janë munduar me çdo kusht të pas mendimit tim, me të ndrojmë mbrapa asaj se ky është një proces politik fond e kryer. Domethënë 100% mendimi im është, e them mendimin tim pavarur, jo si shqiptari i Kosovës, jo si njeri që e shijoj lirinë e Kosovës, por mundohem të flas nga çështja profesionale, nga profili im, jo aktakues dhe këtyre njerëzve është kërës pot aktakues politike. Mbetet të shihet tash e tutje, kam bindjen që disa organizata, disa sidomos prokuror, të ndihmuar edhe nga Beogradi, janë munduar me çdo kusht. Të quhet një organ, të quhet një grup kriminal, kur dihet fakti që këta njerëz që janë në Haag sot kanë qenë një prej njerëzve kryesor apo kryesor edhe në luftën e dështimit të Kosovës. Po, shkurtimisht dashta më ndërprej. Domethënë, atje ata nuk po akuzohet Hashim Thaçi si individ apo Kadri Veseli, por po akuzohet UÇK-ja, apo domethënë kështu? Po, qëre, po, shiqo, Sadri, e plotësove, nëse e keni ndjek edhe besoj që e kanë ndjek pjesa gjërmuse e Zafiri zgjithësisë, se i ka shtok, i ka bashkëluftar, kam bindjen që nëse shiqohen pyetjet e prokurorëve, nëse shiqohen pyetjet e gjykatësve, në mënyrë të saktë, bëhet pyetje shumë decisive për gjithë hierarkinë e luftës lirimtare të Kosovës, duke filluar me qenë se nuk jam ushtarak, nuk i njeh ato qitet, grupet mirë, po ndoshta keni vërejtur çdo edhe komandanti e luftës lirimtare të Kosovës që vjen këtu, po edhe çdo luftari, edhe çdo dëshmitari bën pyetje kryepot nga gjithë profili i ushtrisë lirimtare të Kosovës, domethënë nga lagja, duke filluar nga lagja, nga fshati, nga pjesë e qytetit, nga zonat, nga rajonet e Kosovës, domethënë çdo pyetje që bëhet nuk pyetet vetëm për çështjen për shembull ku ka qenë, marrim shembull një prej tyre çështja e Drenicës apo e Dugaxhinit, mirë, po domethënë pyetjet e prokurorëve janë për gjithë hierarkinë e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për këtë unë ndihem jo mirë se mundohen me çdo kusht. Edhe armiku në këtë platforme po krijon gjithë detajet e gjithë luftës tonë lirimtare nga fillimi, për gjithë hierarkinë, për gjithë njerëzit e luftës, për gjithë hapat që kanë marrë lufta, për gjithë organizimin, ku kanë nejt, ku kanë hëngër, ku kanë pi, ku kanë shkuar, domethënë nuk po pyetet e gjithë struktura e ushtrisë lirimtare të Kosovës e jo individet. Unë kam bindjen plot që këtu është fjala për ushtrisë lirimtare të Kosovës e jo për individ të caktuar. Po, edhe kam edhe një pyetje për fund, Basanaz se me që ime kështu lidhje direkte nga Haaga, domethënë e kem pamundur me zgjat më shumë komunikimin. E kam një pyetje për fund, çka nëse hipotetikisht dënohen lirimtarët në Haag? A mund të vëtë pikpyetje pavarësia e Republikës Kosovës? Shiqo, sa të besoj që pavarësia Kosovës, kurse si mirë, po imazhi i Kosovës, imazhi i ushtrisë lirimtare të Kosovës, imazhi i popullit të Kosovës, nëse dënohen. Mirë, po kam bindjen e plot që këta
luftarët e Kosovës, njerëz që janë këtu, kanë ardhur në vullnetin e tyre, kanë ardhur në mënyrë vullnetare, kanë ardhur për ta mbrojtur jo vetëm vizionin e tyre, detyrat e tyre, por e prindërimtarët e Kosovës dhe më shumë të popullin e Kosovës dhe vetë Kosovën. Mirë po, nalën vetëm janë rreth procesi 3 çështje, 3 skenare të mundshme. Skenari i parë, Sadri, rreth pyetjes është shumë pyetje interesante, pavarësia e Kosovës është shpallur, shteti është shpallur dhe kjo nuk ka kthim mbrapa. Mirë po çka ka e keqe nga kjo, imazhi i Kosovës, imazhi i ushtrisë ligjtare të Kosovës, imazhi i gjithë popullit të Kosovës, por edhe i politikës të Kosovës, nëse dënohen këta persona, do të bie, them drejtën, do të shkelet imazhi i Kosovës, do t'i bie hije keqe Kosovës, do t'i bie hije keqe politikës të Kosovës, me luftës ligjtare të Kosovës. Mirë po, e them këtë duke bazuar, duke besuar në drejtësinë e plotë. Po, shkurtimisht Bacanaz, më fal. Thonë më herët që janë 3 skenore të mundshme. Cilat janë ato 3 skenore për fund? Skenari i parë është fajsimi dhe lirimi i gjithë të burgosërve, që të gjithë akuzuarve që në hap. Do me thënë, nga kjo varet se sa trupi mbrojtës, apo trupi mbrojtës i avokatëve të akuzuarve është në gjendje të rrëzojë të gjitha provat, të gjitha dëshmitë, të gjitha akuzat apo akuzat që janë për ata. Do me thënë roli skenari 2 do me thënë dhe lirimi i plot i gjithë anëtarëve. Skenari 2 mundet të jetë, do përflet nga përvoja që kanë kaluar shumë procese të tjera ndërkombëtare. Skenari 2 mund të jetë një shfaqsim thuja e 90% e gjithë të akuzuarve, një dënim i lehtë i disa personave, apo një, apo 2, apo fare, shumë i lehtë me përbjem dhe pjesa dërmuese të kanë liru. Dhe skenari 3 është që besojmë që s'mundet me ndodhë kjo, që gjenden provat, dëshmitë dhe prokuria të jetë në anën e saj, me faktet, me argumentet, me dëshmitë, disa prej tyre të marrën një dënim. Mirë po shpresoj shumë që i pari, skenari i parë, shfaqësimi dhe lirimi i plot. Bacanaz, shkurti po. Më fal që po ndërpres, se jemi edhe lidhe po më kështu me Viber her pas here për Tuk Zoni. Për fund, deshta shkurtimisht, a do të kemi lirimin e ish presidentit Hashim Thaçi këtë vet apo jo? Shpresoj që po. Shpresoj. Edhe shpresoj shumë. Naj muj më na e dhonë në ekskluzive? Mujnë dhëtur, mujnë nëntur, mujnë qërshur? Jo, besoj se